le të themi, qëllimi më i lartë është të mbrojmë fëmijën, ta ushqejmë, të jetë i shëndetshëm e tjerë. Por nga ana tjetër, sa të vetëdijshëm jemi ne për pasojat afatgjata që po ndodhin në zhvillimin e tij të trurit neurobiologjik. Fëmia është në një fazë zhvillimi shumë decizive dhe çdo studim e konfirmon që ekspozimi në moshë të hershme, në fëmijërinë e hershme i fëmijëve ndaj pajisjeve elektronike, ndaj ekraneve, ndaj ngjyrës së ekranit e tjerë, stimujt, hiperstimulimi i trurit, sjellin dëme negative. Dhe pastaj kthehemi tek ajo pyetja, okay, ky brezi i sotëm sa vjen dhe poshtoj që ka këtë sfidë, por në kohën tonë që s'kishte fare ekrane, si a bënim, a hanim, si a vdiste njëri nga mos ngrënja në atë kohë. Nëse vdisin ishte se s'kishte ushqim dhe s'kishte opsione zgjedhje, apo sepse refuzonin të hanin. Mua më rezulton që në shumicën e rasteve, fëmijët e kompensojnë këtë më vonë me patatina, me biskota, me gjëra tërësisht të pashëndetshme. Dhe nëse i lejon t'i marrë uria dhe e humbasin një vakt, nuk do t'i gjej asgjë, do ta han vaktin tjetër, por ato do kuptojnë një limit. Dhe kjo është përgjegjësia e prindit ta vendosë. Fillon me një vetëdije, me një ndërgjegjësim, të kuptim, jo thjesht sa ma tha dikush, hyr, lexo, kupto. Dëgjo profesionistët, nëse nuk ka dikush interes të thotë ty mos ja jep ekranin. Pra, kush është qëllimi? Duan të nxjinë jetën ty si prindër? Jo. Ideja është po të informojnë dhe ka studime që mbështesin këtë. Atëherë ti si prind merr një vendim dhe zgjedh midis kësaj dhe kësaj, midis një të keqe më të vogël dhe një më të madhe, dhe pastaj secili bën bilancin vet siç e gjykon, sepse në fund të fundit është përgjegjësia e prindit të marrë vendime për fëmijët derisa ata janë në 18. Por pastaj mos habiten kur kjo gjëja do kthehet si bumerang dhe pastaj ka plot prindër që vinë, trokasin në zyrën time dhe thonë fëmia im është agresiv, nuk e dorëzon telefonin, thyen gjëra në shtëpi, nuk zgjohet në mëngjes në shkollë, humbet vazhdimisht orët e para të mësimit sepse nuk i del gjumi, sepse ka fjetur në orën 2 të mëngjesit, 3 të mëngjesit. Kështu që janë shumë gjëra shkak pasojë, humbet durimi, humbet përqendrimi, bëhen agresiv me fëmijët, me njëri tjetrin, me